Është ngjitur në skenën e teatrit Petro Marko në Vlorë këtë fundjavë komedia Bidermani dhe Zerfiksit e dramaturgut zvicerian Max Frisch. Kur nuk meritojnë të shuren fat, thjesht se ndodh një marrësi. Ngjarjet zhvillohen në një qytet që sulmohet rregullisht nga Zerfiksit, duke përcjellë mesazhe të forta mbi aktualitetin. Përmes satirës, dramës dhe tragjike, situata synon të zgjerojë ndërgjegjjen e publikut në sallë. Zoti Biderman, që para njëre ja thash. A i thonë se një. Zoti Biderman, unë nuk mund ta flak në rrugat e njëri. Për regjizoren Eliona Thomaraj, shfaqja i arriti pritshmëritë ndërsa vlerësoi punën e trupës së aktorëve, të cilët vinë nga breza të ndryshëm, por bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Vepra ishte vepër masive, impenjative. Në të njëjtin moment në Berlin po jepet edhe njëta vepër, pra është një vepër bashkëkohore, i flet publikut. Ka nevojë spektatori për këto lloj mesazhesh edhe për këto vepra gjithëpërfshirëse. Kishim siç e patë edhe vetë një vepër ku ishin të treja breza të ndërthurura dhe mendoj se kjo është një domosdoshmëri për teatrin. Ndërsa aktori Astrid Mamaj, protagonist në komedi, ndihet i vlerësuar nga duartërkitjet e publikut, si dhe veçon bashkëpunimin me aktorët e rinj. E vlerësoj, do të thosha, në karrierën time, përsa ti e di që unë ka pasur shumë role. Ky është një nga më të vështirë, përgjithësisht që kam parë të vështirë, po edhe i bukur. I bukur për gamën që kishte, për ngjyrimet që donte, për mënyrën e trajtimit që duhej bërë, për aktualitetin që kishte. Për publikun vlonjat, shfaqjet të tilla janë të domosdoshme për mesazhet që përcjellin, por edhe për një jetë më të pasur kulturore në qytet, ndërsa nuk kanë munguar edhe spektatorët e huaj në sallë. Shfaqja më pëlqeu shumë. Ajo se çfarë më të roqi ishte e gjithë situata e krijuar, por edhe aksioni në skenë. Unë vi nga Vjena, ishte hera jone e parë të ishim në një teatr në Shqipëri. Do të më pëlqente shumë të kthehesha sërish këtu. Shfaqja e Bidermani dhe Zerfiksit vjen me kostumografi dhe skenografi të Drini Shehut dhe formulim muzikor të Artur Dhamos. Pra, ju zoj, mua momenti për zjarrëdhënës. Komedia do të vijojë të shfaqet në skenën e Petro Markos edhe në ditët në vijim.